Pjesa biologjike. Do të thonë që, okay. Do të thënë, historia nuk ngrihet mbi gjatësinë e një personi, historia vazhdon edhe më pas. Saliani, duke vazhduar atë që tha Landi, dhe unë jam dakord Eriku, sepse jam skeptik që nëse dikush mund të bëjë diçka brenda PD, sepse historia ka treguar që askush nuk ka arritur do të bëjë diçka. Ka dhe një handicap tjetër, i cili ai nuk zgjidhet dot deputet. Spaku deri në vitin 2029. Bile e ka përcen 2029, pra as në 2029 ai nuk zgjidhet dot, që është sigurisht një dizavantazh. Por ka njerëz që këto e kanë kthyer në avantazh. Beppe Grillo, për shembull, në Itali ka ktheu pa mundësinë për të zgjedhur në parlament për shkak të një aksidenti që ai kishte bërë atëherë dhe ishte dënuar, mori dënimin e të birit. Po megjithatë ai e drejtoi 5 yjet drejt një fitore, megjithëse duke folur vetëm distancë, duke refuzuar mediat, duke folur në rrjetet sociale etj. Pra, këto dy handikape teorike që ka Saliani, ama nuk përputhen me deklaratën e atij sot. Deklarata e atij sot tregoi që ai nuk ka vënë shishen në radhë, siç edhe unë kam besuar për 2029. Kam përshtypjen deklarata e Salianit që do të bësh ti duhet tikësh, se ke humbë zgjedhjet duhet tikësh dhe të paktën lër garën e lirë, tregon që Saliani nuk është duke pritur 2029. Po, edhe në optikën time nuk më duket sikur ai është një në radhë, më duket sikur ai po nëpërmjet asaj deklarate përpiqet të legjitimohet. Ajo çfarë legjitimon tjetër është fakti që janë shumë të rinj ata që e kanë mbështetur. Dhe kjo tregon që në një farë mënyrë ky rienergjizimi duhet të vijë nga diku. Dhe praktikisht duke e parë gati të pamundur të ndodhi së brendshmi, po imponohet së jashtmi. Dhe ajo çfarë edhe nga informacionet që unë kam marrë dhe nga mënyra se si po funksionon kjo si lëvizje, por edhe si është parë Saliani brenda Partisë Demokratike, është që ai ka përdorur një mënyrë të decentralizuar për të shkuar tek demokratët gjatë gjithë kohës, që do thotë ka një network dhe një lidhje rrjetëzimit të brendshëm me qytetarët, gjë që askush tjetër nga ata që pretendojnë qoftë leadershipin apo të tjerë të brendshëm brenda Partisë Demokratike nuk e kanë realizuar këtë. Dhe unë mendoj që kjo ka sjellë edhe se kanë realizuar se kanë. Se kanë. Dhe kjo përrjedhoj ka realizuar edhe ka bërë të mundur që ky takim të kishte kaq njerëz nuk justifikohet ndryshe. Pra, forma e decentralizuar, forma që ti shkon tek qytetari dhe ai ty të beson, fund të ditës politika është besim. Dhe nëse ti zgjon këtë besim, kjo do thotë që ai e ka zgjuar këtë shpresë. Por pikpyetja më e madhe që ai ngrë, pra ai thotë dorëheqjen. Por, a do ta hapësh ti, thot, rrugën në prill? Apo do kandidosh me veten tënde? Pra, do kandidosh me veten tënde. Do shkosh tek absurdi. Dhe pikpyetja më e madhe është në prill çfarë do të ndodhi. Dhe unë mendoj prandaj ky takim ka ardhur tani dhe mendoj ndoshta edhe do intensifikohen si takime dhe kam bindjen që do jenë në rritje në numra, duke parë që nga takimet e shkuara te ky takim ka qenë në rritje dhe mendoj që kjo do të intensifikohet nëse ai ka arritur ta decentralizojë qasjen tek qytetari demokrat flasim, por jo vetëm, se mund të jenë edhe qytetar elektorat gri apo dhe të tjerë që mund ta mbështesin, se këtu kemi dhe përfaqësitë elektoratit gri. Dhe kjo është shumë e rëndësishme se PD-ja këtë nuk ka arritur do të bëj. Thithi këta njerëz që janë të rinj, që janë ndoshta pak idealist në besimin që kanë për të dhënë votën. Dhe te kjo them që do intensifikohet duke parë që prilli po vjen dhe PD-ja do futet në zgjedhje dhe për të mos e lejuar që ky lider të kandidojë me veten e tij. Dhe në fund të ditës do ta shndrojë garën në një garë pa thelb. Apo jo. Megjithatë vetëm ka një gjë plator, që dhe këtu prap anoj nga argumenti yt. I vetmi person që realisht tentoi të siguronte një garë në Partinë Demokratike ishte i ndjeri Sokol Olldashi në korrik vitit 2013, që kishte edhe dallgën me vete, pra domethënë PD-ja dilte nga një humbje e ditur, e paralajmëruar. Berisha kishte deklaruar të paktën çau, ju kujtohet atë ditë kur për fshiu lotët, dhe unë tha tani ka ardhur koha të marr përgjegjësitë dhe do ikej. Olldashi sigurisht një që kishte investuar në krijimin e një rrymë të vetën, jo ideologjike, por rrymë bështimin e organizuar, networku, besimin. Dhe kishte një network, kishte edhe infrastrukturën e duhur për ta ngritur këtë, jo thjesht ishte ministri i infrastrukturës. Dhe megjithatë, nëse i kthehemi rezultateve të paktën zyrtare që dolën, mos gaboj, nuk e di nëse Olldashi arriti të merrte më shumë se 20% të votave, 20, diçka e tillë ka marrë. Ndërkohë që gjithë rezultatet e zgjedhjeve më pasme kur është zgjedhur dhe rizgjedhur dhe stër rizgjedhur Lulzim Basha,
kanë qenë rezultatet ngjashme me ato të Kongos, apo të Kubës, apo të Venezuelës. Por tani ka vetëm një gjë më. Nga pikpamja organizative, Saljani po e tregon që Partia Demokratike është më dobët se kur. Atëherë, unë mendoj se ndryshe nga Uldashi, paktën, i cili në një farë mënyrë vinte me njerë pas humbjes së Partisë Demokratike dhe që kërkojnë leadership të ri, ishte hapur vendi dhe ishte një garë cilin ai kishte kishte me dy, edhe me Berishën edhe me Bashën. Këto e kuptoj me vonesë, ai mendonte që e kishte vetëm me Bashën. Kjo është e vërtetë, dhe në një farë mënyrë kjo është pranuar që edhe aty nuk se janë lexuar vota, as janë numëruar, sepse janë çuar atje ku ka dashur Berisha. Kështu që në këtë aspekt, përsa i përket një votimi, apo që ti besosh një zgjedhje të lirë brenda Partisë Demokratike, unë nuk mendoj se mund ndryshoj gjë se të njëjtët aktorë janë. Pa ata që i kanë numëruar atëherë, ata do i numërojnë dhe tani. S'ka tjerë. Jo vetëm Berisha, por dhe ata që kanë numëruar. Së dyti, mendoj që Saljani ka kapur vetëm këtë çast i cili duke parë krizën që ka PD-ja dhe duke ditur faktin tjetër që Berisha është i padëshiruar nga ndërkombëtarët, jo vetëm me çështjen non grata, por dhe me qëndrimet e tij. Ne edhe ke pjesa tjetër që mund të flasim lidhur me këtë gjë, dihet qëndrimi i tij edhe në Parlamentin Evropian, se si e mban ai linjën e tij politike, ka shi vendit vet. Por në këtë kuadër, çdo kush i cili do të sulmonte Berishën, padyshim do të gjente një lloj përkraje. Dhe Saljani është në kërkim të kësaj përkraje. E dyta që shohun që nuk më bind ke kjo, dhe këtu jam me profesorin, që realisht kemi të bëjmë pikërisht me një aspekt i cili është shumë sensitiv. Saljani gjem përpara vetes njerëz të cilët e ndjejnë që PD-ja është në krizë dhe duhet ndryshojë. Por nuk mendoj se ka arritur përveç networkut për mbushur sallën, për të krijuar një strukturë e cila nesër të jetë e gatshme për të bërë një betejë brenda Partisë Demokratike. Po nuk ishte provokim ajo që ta Partinë Demokratike do të marrë, nuk është do të ngrej një strukturë. Nuk ishte provokim që ta hape garën ta që të futemi në garë. Nëse do vjen kryet PD-s, praktikisht e ka strukturën. Kjo është shumë larg. Okej, po themi hipotetikisht, për këtë hipotetike e ndërtojmë. Shiko, në rast se nesër ty do të bëhet një zgjedhje, që formalisht do bëhet. Gjithë ata që janë aty poshtë do t'i binden direktivës partijare. Ka ndryshuar, nuk është më situata që ka qenë. Po mirë, ose do t'jenë... Ata masat kanë nxjerrë një udhëzim, siç e keni dëgjuar, që përjashtojnë gjithë ata, me thënë troçfare, që mendohet që nuk janë pro-Berishës, të cilët ose s'kanë marrë pjesë në votimet e mëpashme se kanë pas refuzuar Berishën kur është zgjedhur, ose kanë gjetur një truk që të mërzitur s'kanë marrë pjesë në zgjedhje dhe i kanë të takimet e Saljanit përjashtohet. Po pra, ose mund të gjeni këtë trukun tjetër, ke shtyer udhëzimin e partisë, ke shkuar në takimet e Saljanit, ku ne të kemi dërguar mesazh si strukturë partie. Pra, Berisha ka marrë masat... Dhe ato automatikisht një edhe nga lista votuar. Dhe unë këtë thash. Kandidat, nuk do të thonë, që në fillesat... Po pra, Saljani po bën një investim në terma... Le të themi të provokative në terma afat shkurtër dhe të qëndrueshme në terma afat mes, në afat gjatë. Ka filluar të rregjë dhe vëmendje. Berisha nuk i dha shansin fare